Rama i bën thirrje Bashës të pranojë dialogun, zgjedhjet nuk do të pengohen dhe qeveria nuk do të rrëzohet, reagon kreu i PD-s, kushti hyn qeveria teknike. Meta jep sinjale për vijimin e koalicionit me PS, por këmbgul në dialog për krizën, shqetësimet e PD janë të drejta, por duhet respektohet kushtetuta. Bashkimi Evropian reagon për Vision Plus mbi ankesën e opozitës për zyrtarin e Brukselit Eduard Auer, sulmet ndaj tij janë të papranueshme. Kosova në alarm nga frika e sulmeve, Këshilli i Sigurisë zbulon ekzistencën e planit për eliminimin e liderëve politik me synim destabilizimin e vendit. Policia publikon pamjet e vrasësve të ish drejtorit të policisë së Vlorës Ertan Cuku, forcohen dyshimet se ai është ekzekutuar për shkaqe hakmarrjeje. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Lideri i mazhorancës ftoi edhe një herë publikisht Lulzim Bashën të ulet në tryezën e dialogut. Rama tha se kriza artificiale e opozitës rrezikon të destabilizojë Shqipërinë, por zgjedhjet nuk do të pengohen dhe qeveria nuk do të rrëzohet. Kryeministri i kërkoi Bashës të caktojë vetë vendin, orën dhe modalitetet e takimit, por pa vendosur kushte. Kryeministri Edi Rama i ka bërë sërish thirrje kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha të mos mbajë vendin peng me një krizë artificiale, por të ulet në dialog pa kushte me mazhorancën. Sot unë jam përsëri këtu për dialog dhe nevojën që të ulemi në tryezë pa kushte. Edhe pse kërkesat e opozitës dhe forma e zgjedhur prej saj për të imponuar ato kërkesa janë të padëgjuara në 27 vjet pluralizëm. Rama tha se sjellja e paprecedente e opozitës po sjell destabilitet që mund të kthejë Shqipërinë shumë vite pas. Kjo sipas kryeministrit nuk do të lejohet të ndodhë. Këto shtigje ne do t'i mbyllim me do e mos, me tolerancë zero ndaj çdo shkelje kushtetuese dhe ligjore. I bëj publikisht thirrje arsyes së Lulzim Bashës. Dhe i them mos ki frikë nga dialogu. Mos vazhdo të ezësh qorrazi në një marshim që çon në humner Partinë Demokratike dhe krijon një tymnaj të pamerituar për adheun tonë të përbashkët, duke frymëzuar forca që nuk ja duan të mirën e Shqipërisë. Mos shiko armiq aty ku s'ka dhe mos na turpro. Të gjithëve, duke sulmuar miqt dhe partnerët e këtij vendi me gjuhën vulgare të luftës së ftohtë. E mos e pengo më luftën tonë të përbashkët këtij populli me luftën tënde për pushtet, vettingun dhe rrugtimin evropian të Shqipërisë. Rama i bëri të qartë Bashës se është gati të pranojë çdo formë dialogu, ndërsa i ka lënë të lirë atij të vendosë për kohën, vendin e formatin e takimit. Ti e ke numrin tim telefonit Lulzim, zyra jote e ka numrin e telefonit zyrës time, ndaje mendjen dhe më njofto një orë më parë. Zgjedhjet nuk ke për t'i ndaluar dot kurrë, as ti dhe as të gjithë ata që mund të vinë mbas Berihajt ku ti i fton. Dhe këtë qeveri nuk ke për ta rrëzuar dot kurrë, nëse populli nuk do të vendosë ta largojë me votë në 18 qershor. Unë po pres Lulzim, mos na turpro të gjithëve, se realisht ka filluar të na qesh bota. Dialog, dialog dhe vetëm dialog. Pa kushte, por sigurisht edhe pa humbur kohë. I pyetur nga gazetarët në lidhje me kërcënimin e bërë ndaj kreut të Partisë Demokratike, Rama u shpreh se pavarësisht se nuk ka diçka reale, siguria e Lulzim Bashës është prioritet. Patjetër që siguria e gjithë njerëzve dhe pa diskutim dhe e kryetarit të Partisë Demokratike është prioritet numër 1 nëse kërcënohet. Por, ju siguroj se kryetari i Partisë Demokratike është më i mbrojtur se asnjëherë dhe sigurisht që do të jetë tërësisht i mbrojtur deri në fund me gjithçka që shteti ka për detyrë. Kryeministri theksoi në fund se çdo ndihmë ndërkombëtarëve për të ulur palët në tryezë është e mirëpritur.
Por Lulzim Basha nuk ka dhënë asnjë shenjë tërheqjeje në përgjigje të deklaratave të kundërshtarit të tij politik. Kryedemokrati tha se pranon të dialogojë vetëm për qeverinë teknike. Ai i kujtoi Ramës se nga kjo betejë të humbur do të dalin vetëm socialistët. Lideri i opozitës Lulzim Basha foli para mbështetësve të Partisë Demokratike në çadër vetëm pak minuta pas kryeministrit Edi Rama. Ofertës së rivalit politik për dialog, Basha ju kundërpërgjigj se prej një jave mbetet në pritje të takimit të negociatorëve. Zgjidhe vetë vendin, zgjidhe vetë orën, por nuk do të vi unë për fotografi dhe monologje shterp me zotrin tënde, se a nuk më merë, as nuk më marë, as nuk do të më marë mallit për fotografi me ty. Qofë se do dialog, ti cakto negociatorit bëjnë gati dialogun, se s'do ta komi për shesh me grosh, po për fatet e shqiptarve, për fatin e vendit. Basha i ka bërë thirrje kryeministrit të mos i çojnë në përplasje shqiptarët. Sa për kërcënimet në adresë të partive politike, përfshirë Partinë Demokratike të Shqipërisë, forcën më emancipuse të lirisë e demokracisë 27 vite. Në qoftë se ka ardhur koha që të zhduket një parti politike, nga skena politike, siguroj që nuk është radha e PD-s, po është radha e PPS-s së rilindur me krimin. Lideri i opozitës Basha ka bërë një tjetër denoncim për një magazin të mbushur me drogë në Lezhë. Qa do bësh me 400 ton në magazinën e Lezhë? E din gjithë Lezhë, e din ti, e din ministri yti i brendshëm, e din drejtori yti i policisë, 400 ton drogë në një magazinë në Lezhë, po se prek dot, aq sa që prek dot Arben Dokën, aq që prek dot dhe drogën. Sipas Bashës, lidhjet e kryeministrit Rama me krimin janë arsyeja e vërtetë që ai nuk jep dorëheqjen për krijimin e qeverisë teknike. Edhe kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrimi ftoi palët të ulen në tryezën e dialogut që sipas tij është rruga e vetme që zgjidh problemet. Teksta dha sinjale për vimin e koalicionit me Partinë Socialiste, Meta i quajti të drejta shqetësimet e opozitës, por tha se ato duhen trajtuar sipas kushtetutës. Ilir Meta ka shfrytzuar mbledhjen e Këshillit Drejtues Kombëtar të LSI-s për të treguar histori e situata të vështira nga e kaluara, fundi i të cilave ka qenë pozitiv, vetëm pas dialogut politik. E nisi me dorëheqjen e tij në vitin 2001 dhe diskutimet me Fatos Nanon për zgjedhjen e një presidenti konsensual. Ky ishte gjithë problemi i krizës, i një marrëdhënie të sforcuar, ku në fund fare thelbi i gjithë historisë me pak fjalë ishte që nuk mund bëjmë gjë që nuk do t'i shërbej vendit, pavarësisht se mund t'i shërbej akomodimit të dy personave. Duke risjellë në vëmendje këto fakte, ai këmbguli për dialog mes mazhorancës dhe opozitës, por duke i kërkuar aleatit të tij Edi Rama të jetë më tolerant. Edi Rama nuk është kryeminist vetëm i Partisë Socialiste, as vetëm i këtij koalicioni. Është kryeministri i Shqipërisë, ka detyrim kushtetues të garantojë dhe të ofrojë besim për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk duhet vetëm të ftoj formalisht për dialog, por duhet të jetë edhe i përmbajtur. Edhe pse nuk dha një përgjigje të qartë për vijimin e koalicionit me Partinë Socialiste, Ilir Meta dha sinjalin për vazhdimin e aleancës me Ramën. Unë besoj që sot një koalicion i tillë e ka akoma më të thjeshtë për të fituar dhe për të rikonfirmuar në zgjedhjet më të qeta, më demokratike, më normale që mund ndodhin vend. Por situata politike është delikate, ndaj kreu i LSI-s kërkoi vetëpërmbajtje, pasi konfliktet edhe mund të precipitojnë, tha ai. Kryebashkiaku i Tiranës dhe kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim ndajnë qëndrime të ndryshme për koalicionin. Erion Velia i kërkon vazhdimsinë, ndërsa Ilir Meta thot se për këtë duhet të vendosin strukturat. Megjithatë, kryeparlamentari u shpreh i kënaqur me rezultatet e koalicionit mes dy forcave politike në Tiranë. Ndërsa debatet mes dy aleatëve në qeverisje vazhdojnë të jenë prezent, Ilir Meta dhe Erion Velia janë shfaqur për kraj njëri tjetrit.
Kryetari i Kuvendit dhe Kryebashkiaku i Tiranës kanë marrë pjesë në inaugurimin e urës dhe rrugës që lidh banorët e Zallerit me Kamzën. Të dy nuk i kurthyen mesazhet politike. Veliaj u shpreh optimist për vijimin e koalicionit. Unë jam socialist, unë jam aktivist i Partisë Socialiste, unë jam antar i Partisë Socialiste dhe përfaqësues i Partisë Socialiste. Ama jam gjithashtu mjaftueshëm i kthjellët për të kuptuar që disa vendime të rëndësishme dhe transformime rrënjësore të vendit tonë kërkojnë një konsensus më të madh se sa vetëm një parti, sado e madhe qoftë ajo. Dhe unë besoj që bashkimi në një koalicion për Shqipërinë, për Tiranën, për gjërat që na bashkojnë dhe jo për gjërat që na ndajnë, është mënyra se si Shqipëria ecën përpara. Por Ilir Meta nuk ndan të njëjtin qëndrim me Veliajin, edhe pse deklaroi se koalicioni në nivel vendor funksionon më së miri. Ju keni bërë mirë që keni votuar për doktor Alimin, nuk e dija. Po edhe mund të kem pas ndonjë dyshim si do punoj Erioni. Tek koalicionin e madh, unë nuk e di se çfarë bëhet. Se ato janë punë të forumeve dhe s'merrem atë punë. Po ky koalicion i Tiranës mendoj që po punon shumë mirë. Meta lat kuptohet se pa opozitën nuk ka zgjedhje. Fillimisht këtë mesazh e përcolli përmes një batute në lidhje me urën që është edhe kufiri ndarës mes Tiranës së drejtuar nga Erion Veliaj dhe Kamzës së demokratit Xhelal Mziu. I pyetur më pas edhe nga gazetarët, ai konfirmoi të njëjtin qëndrim. Dikush më tha aty kur im tek ura, s'pa them emrin. Këtu më tha ndajemi me Xhelal Mziu. Se nga gjati është bashkia e Kamzës. Edhe nuk e prisja kur do më këtë ide që këtu ndajemi. Thashun këtu bashkohemi se prandaj është ura, thash, për të bashkuar. Do të më ta dhatë një mesazh për urën dhe bashkëpunimin me Emri është vetëm konsensusi. Faleminderit. Ai qëndroni ide se nuk do të ketë zgjedhje pa opozitën? Tani besoj se çdo shqiptar, çdo që është i bindur që zgjedhjet janë për të gjithë duhet marrin pjesë dhe të gjithë duhet të ndërtojnë urën. Lëvizja Socialiste për Integrim ende nuk ka një emër për presidentin e ri, por Ilir Meta mbështet idenë e zgjedhjes me konsensus. Shqipëria padyshim që do ketë president dhe duhet të punojmë që të jetë i president sa më konsensual kaq. Kemi një emër? Jo, fare asnjë emër. Megjithse socialistët e kanë shprehur rapur gatishmërinë për vazhdimsinë e koalicionit, LSI ende nuk ka marrë vendimin përfundimtar. Presidenti Bujar Nishani u bën thirrje partive politike për dialog me qëllim gjetjen e zgjidhjes për situatën e krijuar. Në një deklaratë për mediat, institucioni i presidencës thekson se palët duhet ulen në tryezën e negociatave me agjendë serioze. Presidenti i Republikës ka ofruar vullnetin e tij dhe është angazhuar për të krijuar të gjitha kushtet e nevojshme dhe realizimin e një dialogu politik midis mazhorancës dhe opozitës. Por askush nuk mund të fyej dhe të keqpërdor seriozitetin e vullnetit dhe angazhimit, dinjitetin dhe integritetin e institucionit më të lartë të shtetit të shqiptarëve. Presidenti i Republikës i vlerëson si shumë të rëndësishme rekomandimet teknike të OSBE-ODIHR për kodin zgjedhor, por këto janë çështje për diskutim dhe zgjidhje në tavolinën e Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, dhe jo e agjendës presidenciale për tejkalimin e krizës politike në vend. Institucioni i Presidentit të Republikës i bën edhe një herë thirrje palëve të ulen në tryezën e dialogut me agjendë serioze dhe të gjithë pranuar, duke u larguar nga retorika pa produkt, në shërbim të ekstensionimit të situatës dhe përmbushjes së detyrimeve ndaj qytetarëve shqiptar, për të patur mundësinë të votojnë të lirë në zgjedhjet e ardhshme politike në vend. Bashkimi Evropian reagon ndaj ankesës zyrtare të opozitës për drejtorin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian Eduard Auer. E pyetur nga Vision Plus, zëdhënësja Maja Koçiançiç thaste sulmet ndaj zyrtarëve të lartë janë të papranueshme. Brukseli cilëson të papranueshme sulmet e opozitës ndaj shefit të divizionit për Ballkanin Perëndimor Eduard Auer. Zëdhënësja për politikën e jashtme të BE-s Maja Koçiançiç e pyetur nga Vision Plus për ankesën zyrtare të partive të opozitës, ka deklaruar se sulmet të tilla janë të papranueshme. Këto lloj sulmesh personale ndaj zyrtarëve të Bashkimit Evropian janë të papranueshme dhe ne i refuzojmë me forcë. Bashkimi Evropian dhe përfaqësuesit e tij po punojnë në mbështetje të Shqipërisë dhe qytetarëve të këtij vendi. Kur bëhet fjalë për zhvillimet aktuale, përfaqësuesja e lartë Mogherini dhe komisioneri Han e kanë bërë shumë të qartë qëndrimin e BE-s në deklaratën e së mërkurës.
Një ditë më parë, partitë e opozitës i drejtuan zyrtarisht Brukselit një ankesë për qëndrimet që Eduard Auer mbajti gjatë një vizite në Tiranë pak ditë më parë. Ish kryeministri Berisha nga ana e tij kërkoi largimin e Auer, duke e cilësuar sklav të klubit 4700 euro metër katror ose të klubit kanabis të Edi Ramës. I gjithë sulmi i opozitës mbi shefin e divizionit për Ballkanin Perëndimor erdhi pasi Eduard Auer u propozoi futjen në zgjedhje aleatëve të Partisë Demokratike. Nga Fieri, kreu i grupit parlamentar socialist deklaron se qarqet të caktuara synojnë të krijojnë destabilitet, një lloj si në vitin 1997. Ruçi foli edhe për zgjedhjen e presidentit, duke theksuar se Partia Socialiste është gati për dialog edhe me opozitën për të gjetur një kandidat të pranueshëm. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste ngresh shqetësimin se forcat të caktuara politike duan të rikthejnë vendin në vitin e mbrapsht 1997. Por Gramoz Ruçi tha se nuk do të lejohet që vendi të rrshqas në destabilitet. Qarqet caktuar, forcat caktuara që Shqipërinë, siç kam deklaruar, duan ta lënë edhe pa president, edhe pas zgjedhje në datën 18. Pastaj të shtyjë këto zgjedhjet që në shtator të mbarojë dhe mandati i parlamentit, në shtator, të mbarojë dhe mandati i qeverisë, pra Shqipëria të ngelet në një krizë institucionale. Me pak fjalë të destabilizohet. Me pak fjalë, Allah e paq se sarrohet në 97, të ripërsërisim një 97 tjetër. Kjo s'ka për ndodhur. S'ka për ndodhur jo se e them unë. Po s'ka për ndodhur se kështu thon ligjet dhe kushtetuta e vendit, dhe këtë kërkon populli shqiptar i madh dhe i djathtë qoftej. Ruçi është prej bindur se Shqipëria do të ketë një president të ri me 24 korrik. Ai e ka lënë të hapur dhe mundësinë e dialogut me opozitën për një kandidat konsensual. Në mënyrë telegrafike do thoshja, po, presidenti do të zgjidhet. Një gjë është e sigurt që do zbatohet në frymë dhe në gërm Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Ne jemi të hapur që të gjitha forcat politike dhe ata që janë çadër të urdhrojnë tavolinë, të japin kontributin e tyre, verdiktin e tyre, konsensusin e tyre, vullnetin e tyre politik për të zgjedhur të parin e vendit, aty që do të garantoja në emër të forcës politike që unë përfaqësoj, në datën 24 korrik, që presidenti aktual plotson mandatin, sigurisht do të ketë Shqipëria të parin e vendit presidentin e Republikës së Shqipërisë. Kryetari i grupit parlamentar socialiste konsideroi koalicionin PS-LSI strategjik dhe jo taktik që prodhon stabilitet për vendin. Senatori Amerikan John McCain ka mbritur në Tiranë, zyrtari i lartë është pritur në aeroportin e Rinasit nga Ministria e Mbrojtjes, Mimi Kodheli dhe nga ambasadori Donald Lu. Ministria Kodheli e njohu senatorin Amerikan me progresin e bërë në fushën e mbrojtjes dhe angazhimin e Shqipërisë për zbatimin e reformave. Senatori McCain u takua me personelin ushtarak të trajnuar në programe të ndryshme të qeverisë amerikane. Gjatë bashkëbisedimit, Ministria Kodheli foli për kontributin e Shqipërisë në misionet ku marrin pjesë forcat e armatosura, si edhe luftën globale kundër ISIS. Zyrtari i Shteteve të Bashkuara pritet të takohet me liderin e opozitës Basha e më pas me presidentin Nishani dhe kryeministrin Rama. Frika nga sulme të mundshme ka bërë që Kosova të rrisë nivelin e gatishmërisë të agjensive ligjzbatuese. Këshilli i Sigurisë ka informuar qytetarët se ka të dhëna që individ të lidhur me grupe jashtë vendit kanë pasur në plan organizimin e akteve kundër liderëve politikë. Kosova ka marrë masa të menjëhershme duke e forcuar sigurinë pas informacioneve për sulme të mundshme me natyrë terroriste. Autoritetet kanë dhënë urdhër duke thirrur në shërbim të përforcuar efektivet e policisë dhe njësive speciale. Gjithashtu në gatishmëri ka kaluar edhe stafi mjekësor i qendrës spitalore të Prishtinës. Pas shqetësimeve të ngritura nga media e opinioni publik ka reaguar edhe Këshilli për Siguri i Kosovës, i cili informon qytetarët e vendit se institucionet përgjegjëse kanë zbuluar veprime të disa individëve të lidhur me grupe dhe individ nga vende të tjera jashtë Kosovës, të orientuara për destabilizimin e vendit. Sipas autoriteteve, grupe të tilla kanë planifikuar të kryejnë akte kundër disa liderëve institucional e politik të Kosovës. Veprime të tilla vlerësohen se mund të jenë të lidhura me njerëz me të kaluar të dyshimt,
që punojnë me grupe e shërbime të disa vendeve dhe mund të kenë lidhje me personat inkriminuar në konflikte jashtë Kosovës, si dhe me vendet të caktuara që synojnë destabilizimin, thuhet në njoftimin e Këshillit të Sigurisë. Ndërkohë, policia e Kosovës ka arrestuar një person në rrethinat e Pejës, i cili dyshohet se ka bërë thirrje për sulme terroriste gjatë festës së Pashkëve. Gjithashtu në kufirin me Malinezi janë ndaluar 2 shtetas, një malazez e një rus, që po tentonin të kalonin në Kosovë pa dokumenta. Prokuroria hap tjetër dosje për Emiliano Shullazin, dyshohet bashkë me një grup kriminal për vendosje gjobash, vrasje si edhe për trafik droge nga Durrësi. Këshilli Kombëtar i Territorit miraton planin e ri urbanistik të Tiranës, dokumenti përfshin vizionin e zhvillimit të kryeqytetit deri në vitin 2030. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar autorin e vrasjes të Artan Cukut duke ecur në rrugë. Policia ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për identifikimin e tij, ndërkohë mësohet se hetimet janë përqendruar në pistën e gjakmarrjes, pasi një nga të afërmit e Cukut ishte përfshirë në një ngjarje kriminale. Policia kërkon ndihmën e qytetarëve për këto pamje të cilat tregojnë autorin e dyshuar të vrasjes së ish-drejtorit të policisë së Vlorës Artan Cuku. Fill pas ngjarjes së rënd të datës 8 prill, 2 kamera sigurie kanë fiksuar këtë të ri, të veshur me tuta sportive dhe me një kapele në kokë. Asnjë nga kamerat e sigurisë nuk funksionoi pranë pallatit ku ekzekutua ish-drejtori i policisë së Vlorës, ndërkohë burimet konfirmojnë se pista e akmarrjes është përforcuar. Kjo për shkak se pas mbledhjes së disa informacioneve, rezulton se njëri prej të afërmëve të ish-kreut të policisë është i përfshirë në një tjetër ngjarje. Ndonë se është ende në proces verifikimi, burimet thonë për Vision Plus se hetimi nuk ka lidhje me vetvrasjen në komisariatin numër 4, por bëhet fjalë për një tjetër krim. Ndërkohë nuk janë përjashtuar as pista e akmarrjes për shkak të detyrës, por edhe ajo që lidhet me biznesin, administratorit të cilit ishte Artan Cuku. Emiliano Shullazi po hetohet për të tjera vepra penale. Prokuroria dyshon se ai në bashkëpunim me Ervist Martinajn dhe me persona të tjerë kanë vendosur gjoba ndaj biznesmenëve, si edhe është përfshirë në vrasje dhe trafik droge drejt Italisë. Një ditë pas dërgimit në gjykatë të dosjes për Emiliano Shullazin, prokuroria e krimeve të rënda ka nisur një tjetër hetim për të dhe 15 persona të tjerë. Burime pranë grupit hetimor thanë se Shullazi po hetohet së bashku me grupin e tij, ku përfshihet edhe emri i Ervis Martinajt, i akuzuar për vrasje 2 vite më parë në Linz të Dajtit dhe shpallur në kërkim. Sipas organit të akuzës, ata po hetohen për një sër veprash penale, si trafiku i drogës përmes Durrësit në drejtim të Italisë, gjobvënia e disa biznesmenëve të ndryshëm të vendit, por edhe për një vrasje e ndodhur në Durrës si pasojë e përplasjeve mes bandave. Nga ana tjetër, prokuroria e krimeve të rënda nisi hetimet edhe për Ervis Martinajn, pas dëshmisë së dhënë nga bashkëpunëtori i drejtësisë Ylvi Beqa. Sipas këtij të fundit, Martinaj i ka ofruar shuma të mëdha parash që të ndryshojë qëndrimin dhe dëshminë përballë Emiliano Shullazit. Veç Martinajt, mësohet se prokuroria po heton edhe disa persona të tjerë, biznesmen të ndryshëm, të cilët kanë akuzuar për mashtrim dëshmitarin e mbrojtjes. Një ditë më parë, Emiliano Shullazi dhe 4 shokët e tij, Besmir Shullazi, Gilmando Dani, Endrit Qyqa dhe Endrit Zela, u akuzuan për krijim të grupit të strukturuar kriminal dhe shtrëngim për dhënie të pasurisë gjatë periudhës 2014-2016. Prova më e forte e prokurorisë kundër Shullazit është dëshmia e vet biznesmenit Ylvi Beqa, i cili pretendonte se është kërcënuar për dhënien e pronës së ish Hotel Volgës në Durrës. Gjithashtu, Emiliano Shullazi akuzohet edhe për kërcënim që i ka bërë vitin e kaluar kandidatit për rektor në Universitetin e Tiranës, Mynir Koni, si dhe dekanit Dhori Kule. Prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla konfirmon se po hetohen disa persona për trafikun e drogës nëpërmjet portit të Durrësit. Kreu i organit qendror të akuzës tha se ky port është kthyer në një rrugë kalimi për ngarkesa të mëdha që kanë si destinacion Italinë. Porti i Durrësit është kthyer në një rrugë kalimi për trafikun e drogës drejt Italisë dhe vende të tjera të Europës. Shqetësimin e ka ngritur shefi i organit e hetimit Adriatik Llalla gjatë një takimi në prokurorinë e Durrësit. Shmimi të qartë që porti i Durrësit është kthyer një vend nga cili transportohet në mënyrë të vazhdueshme lëndë narkotike. Hetimet dhe përgjegjësit e këtyre veprave penale janë shumë shpejtur para përgjegjësisë tyre. Numri 1 i organit qendror të akuzës u ndal edhe tek deklaratat e liderit të opozitës Lulzim Basha për ekzistencën e një magazine në Manës me 100 ton kanabis. Sot Ministria e Brendshme ka përcjellë në prokurori material
lidhur me denoncimet publike të bërë nga lideri i opozitës, të cilat verifikohen në vijim. Llalla është pyetur edhe lidhur me lajmet që po qarkullojnë për një plan për atentat ndaj kreut të PD Lulzim Basha, por sipas prokurorit të përgjithshëm nuk ka mbërritur asnjë denoncim për këtë çështje. Gjykata e krimeve të rënda caktoi masën e sigurisë arrest me burg për administratoren e Dlir Alame dhe Mohamed Kadiun, të cilët dyshohen se kthyen biznesin e fasonerisë në një laborator të mirëfill droge në Vlush të Skraparit. 10 ditë para zbulimit të laboratorit të kanabisit, uniformat blu mundën të kapin një sasi prej 1,2 ton drog në fshatin Lapan. Gjatë vijimit të operacionit u arrit të zbulojë baza e tharjes së bimës narkotike. Lame dhe Kadiu përpoqën të largonin nga magazina pajisjet e laboratorit të tharjes, por u prangosën. Para tokave të zeza, të arrestuarit mohuan akuzat e përfshirjes në rrjetin e narkotikëve, por sipas prokurorisë, këta aktivitetat dyshohet se kryenin prej 3 vitesh. Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi planin e ri urbanistik të Tiranës. Ky dokument, sipas kryeministrit Rama, përmbledh vizionin për kryeqytetin e vitit 2030. Plani parashikon ndërtime në lartësi, krijimin e disa qendrave të reja dhe më shumë gjelbrim. Më në fund Tirana ka një plan të ri urbanistik pas atij të afro 100 viteve më parë i hartuar që në kohën e mbretit Zog. Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi planin për kryeqytetin, i cili parashikon zhvillimin e Tiranës deri në 2030-ën. Kreu i Këshillit, kryeministri Edi Rama, e konsideroi si spekulativ draftin e hartuar gjatë kohës së Bashës, plan i cili nuk arriti të konkretizohej. Plani parashikonte një Tiranë me një popullsi më të madhe se popullsia e Shqipërisë, por nuk parashikonte shërbime të tjera përveç se shërbimeve në qendrën e Tiranës. Dokument i spekullimit imobiliar më irracional që besoj mund gjendet në historinë e Europës. Dhe sot merret një model krejtësisht i ri, është një adoptim i inteligjencës teritorit. Duke u ndalur tek sheshi Skënderbej, edhe pse nuk është pjesë e këtij plani, Rama e konsideroi atë si xhevahirin e rilindjes urbane. Me sheshin Skënderbej, që është edhe xhevahiri më i çmuar i kurorës së rilindjes urbane, ku transformimi është fantastik, si dëshmitar okular i përpara disa ditëve në kantier, mund të them se kam mbetur realisht pa gojë kur kam parë se çfarë hapësire urbane po krijohet dhe shpejti do të jetë në dispozicion jo vetëm të qytetarëve të Tiranës. Plani i ri urbanistik ka si objektiv të tij zhvillimin e ndërtimeve në lartësi, krijimin e sa më shumë hapësirave të gjelbërta, mbjelljen e 2 milion pemëve, ndërtimin e 5 qendrave, stimulim të lëvizjes me biçikleta e të tjerë. Pashkët rikthejnë natë dhe emigrantët që duan të festojnë pranë familjeve të tyre. Në porte dhe pikat e kalimit kufitar me Greqinë ka pasur fluks të madh hyrjesh. Emigrantët shqiptar kanë nisur të kthehen në Shqipëri për të festuar festën e Pashkës. Ata thonë se kanë shfrytzuar këto ditë pushimesh për të parë të afërmit, por edhe për të festuar. Ne musliman, po i festojmë, se jemi të përbashkët atje ku jemi, edhe i festojmë edhe ne. Vim vetëm për Pashkat, festët e mëdha që ka qyteti jonë. Ne kemi rreth 45 pasagjerë që vinë direkt nga Italia për të festuar festët e Pashkës. Kemi për festu Pashkës. A gëzuar Pashkët, një vit i marë. 3 tragete sollën në portin e Durrësit rreth 2000 pasagjerë. Burime nga kapiteneria e portit bëjnë me dije se edhe gjatë ditës së nesërme pritet të ketë një rritje të numrit të pasagjerëve që vinë nga portet italiane. Edhe në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës ka filluar të ndihet fluksi i emigrantëve. Jo, rreth 30 minuta. Që nga dogana deri nuk kemi pas vonë rreth. Kemi ardhur për pushimet, mirë na eci rruga. Pati pak vones këtu në dogane Grekut, megjithatë arritëm deri këtu. Për të eliminuar radhët e gjata në të dy anët e kufirit, autoritetet shqiptare dhe greke kanë rënë dakord për shtimin e numrit të sporteleve. Vetëm 24 orët e fundit nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Kapshticës kanë hyrë 4730 shtetas, 200 prej të cilëve të huaj, ndërsa kanë dalë 1970 shtetas.
Dy projekte të reja janë financuar nga Do You Have an Idea. Në puntatën e 6 të këtij formati, gara mes konkurrentëve ka qenë e fortë. Gara bëhet edhe me fort në Do You Have an Idea. Ndryshe nga puntatat e kaluara, në këtë takim me sipërmarrësit e rinj, u vlerësuan dy ide fituese. Olger Telezi me projektin My Pro Care ishte fituesi me vota të plota i mbrëmjes së gjatë së Do You Have an Idea. Projekti im quhet Pro Care. Ky projekt lidhet ngushtë me një device që është një bërzylyp, i cili ndihmon për të matur parametrat jetësor të njerëzve në nevojë. Konkurenca ka qenë e fortë, ndaj dhe nuk ka mjaftuar vetëm votimi i zakonshëm i panelit të juris, nëse një projekt kalon apo jo. Kujdes, kemi 2 vende të dyta, do kaloj vetëm një. Edhe pse Kamila dhe Alma Hyseni u vlerësuan për projektin Mama Mjalta, mbështetja financiare nga paneli sipërmarrësve të suksesshëm shkoi për Artizanen e Natyrës. Mama Mjalti apo Artizanet Natyrës? Artizanet Natyrës. Artizanet Natyrës. Mama Mjalti. Artizanet e Natyrës. Mama Mjalti. 3-3. E po natë në mirë. Mama Mjalti apo Artizanet e Natyrës, Armand Peza merr vendimin dhe mba kostot përsipër. Kalon hajra. 5 ide biznesi të tjera do të prezantohen edhe të njëjtën tjetër në Vision Plus, në formatin Do You Have an Idea. Ti që pori atje divan dhe ke një ide biznesi, qohë dhe na shkruaj abonament në telefon, sepse ky është i vetmi program që mund të ta bëjë ëndrrën realitet, ku ti mund të bëhesh bosi vetes tënde. Takimin e radhës u rezervon mbrëmjen e së premtes në Vision Plus dhe platformën Tring. Fundjava sjell në Tiranë 3 premiera. Liçeni i Mjelmave do të ngjitet këtë radhë në skenën e Pallatit të Kongreseve, ndërsa Ardh Thyesi vjen tek Cirku Kombëtar, po ashtu teatri eksperimental përcjell mesazhe kundër dhunës me shfaqjen Tramvaj Dëshirë. Pa klasike dhe shumë eksperimentale, kjo është ajo që përcjellin eventet kulturore këtë fundjavë në kryeqytet. Edhe baleti Liçeni i Mjelmave vjen i ndërthurur me lëvizjet koreografike të Amerikës së viteve 40. Nuk do të gjeni Charleston dhe as Mjelma që vërtite në një shatërvan pa klasiken, por një shfaqje baleti, ku akti i parë dhe i tretë ndryshon kryekëput nga ajo që keni ndjekur më herët në teatrin e operas dhe baletit. Eksperimental pritet të jetë edhe Ardh Thyesi tek Cirku Kombëtar, një shfaqje që e rimer fabulën nga një vepër klasike, por që do të interpretohet nga balerin dhe artist të çadrës së cirkut. Të njëjtën linjë ndjek edhe teatri eksperimental, premiera e të cilit këtë fundjavë vjen nën titullin Tramvaj Dëshirë, në ndërthurje me poezin. Kjo shfaqje vjen si një thirrje kundër dhunës. Do të ta quanim tradhti ndaj interesit publik nëse do të mbeteshim në kuadrin e komedisë dhe nuk do të eksperimentonim me teatrin e fortë, pse jo edhe poetik. Sa herë që kemi bërë këtë gjë, publiku na ka vlerësuar dhe nuk na ka lënë balë. Domethënë ndihemi shumë mirë. Bashkë moderne mbërin këtë fundjavë dhe shfaqet për fëmijë në pedonalen e kryeqytetit, dy prodhime kinematografike, si Mbreti Luan dhe Aventurat e Olafit, i prezantojnë publiku të vogël, me videoprojekcione, koreografi, muzikë dhe lojra që përfshin edhe të vegjëlit. Rama i bën thirrje Bashës të pranojë dialogun, zgjedhjet nuk do të pengohen dhe qeveria nuk do të rrëzohet, reagon kreu i PD, kushti ynë qeveria teknike. Meta jep sinjale për vimin e koalicionit me PST, por këmbgul në dialog për krizën, shqetësimet e PD janë të drejta, por duhet respektohet kushtetuta. Bashkimi Evropian reagon për Vision Plus mbi ankesën e opozitës për zyrtarin e Brukselit Eduard Auer, sulmet ndaj tij janë të papranueshme. Kosova në alarm nga frika e sulmeve, Këshilli i Sigurisë zbulon ekzistencën e planit për eliminimin e liderëve politik me synim destabilizimin e vendit. Policia publikon pamjet e vrasësve të ish drejtorit të policisë të Florës Ertan Cuku, forcohen dyshimet se ai është ekzekutuar për shkaqe hakmarrje.
Përfunduajmë këtu shikues të nderuar, por më shumë informacion në çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit vizionplus.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit për vëmendjen.